Pra po tregoj historinë se si jam njohur me baban e djalit dhe si ka ndodhur gjërat deri më sot, sepse ju të gjithë pyesni gjithmonë dhe e meritoni. Kur e kam njohur baban e djalit tim, faktikisht kam qenë në një gjendje pothuajse depresioni, isha ndar nga një dashuri shumë e madhe, nga një dashuria fort, edhe doja ngrohtësi, doja njeriu kur ndahet me njëherë do që ta rregulloj jetën edhe të ndihet prapë i dashuruar, të ndihet mirë, kështu që nga ajo anë plus isha larg nga familja ime, isha në Karaibe dhe ai sigurisht ishte shumë i madh se mua, 10 vjeç më i madh, edhe një manipulator shumë i mirë, domethënë ofroi fjalët, gjërat që ai thoshte ishin un pa eksperiencë, vërtet e besova. Edhe pse nuk ishte gjithçka domethënë mashtrim, kishte momente shumë të mira, kishte momente që ndihesha mirë, ndihesha e sigurt, ishte me shkollë, ishte me profesion të mirë dhe ishte një njeri i mirë. Domethënë ato që i ka pavarësisht gjërave dhe sjelljes së tij, që un mendoj se i ka bërë thjesht nga mërzitja e madhe që e humbi këtë familje, e humbi këtë dashuri. Jam njohur me të, sigurisht fillimi ishte shumë i vështirë, por ai e bënte të lehtë, domethënë. Ti jepte shumë siguri si mashkull, me njëherë bëri ato hapat e propozimit të njeriu serioz, filluam të jetonin bashk, pagonte për gjithçka, mundoi që unë të vazhdoja shkollën, të mbaroja, të bëhesha dikushi, edhe gjërat shkonin mirë. Unë i sponsorizova letrat, i bëra dokumentat, ai filloi punë, unë vazhdova shkollën, pas 3 vjetësh lindëm djalin dhe aty ndodhi tradhtia e parë. Kur unë isha shtatzane, ai më tradhëtoi për herë të parë. Ndiqni pjesën e dytë.